Olsi Yazegji ka reaguar pas letrës së shoqatës së ekspertëve akademik iranian me seli në Mbretërinë e Bashkuar që mbështesin rezistencën iraniane. Në një letër të publikuar nga pamfleti, ata shprehin se Yazegji është në praktik një nga agjentët e mbuluar të Ministrisë së Inteligjencës dhe Forcës Terroriste Quds të IRGC-s në Evropë dhe një nga elementët aktiv të projektit të demonizimit kundër rezistencës iraniane dhe mujahedinëve në Shqipëri. Vet Yazegji ka reaguar me një letër që po e publikojmë më poshtë. Të urryer mujahedin iranian pas bujës që keni bërë në muajin prill 2026 me sherrjet që keni nisur të bëni me fëmijët e shkollave në Shqipëri dhe pas ekspozimit të fushatës tuaj rekrutuese dhe terroriste nga Shqipëria kundër atëut tuaj Iranit në datë 2 maj 2026, më keni akuzuar në portalin pamfleti si agent i fshehtë i Ministrisë së Inteligjencës dhe Forcës Terroriste të Iranit në Shqipëri. E para shkrimi juaj nis me fjalinë: ne jemi shoqata e ekspertëve akademik iranian me seli në Mbretërinë e Bashkuar që mbështesim rezistencën iraniane dhe kryejmë kërkime mbi regjimin iranian. Gjatë kërkimit ton hasëm në një agent të regjimit iranian të quajtur Olsi Yazegji në Shqipëri. Ne kemi bashkëngjitur raportin ton të kërkimit më poshtë për informacionin tuaj. Përgjigjja ime është: kush është shoqata e ekspertëve akademik iranian në Mbretërinë e Bashkuar? A mund të publikoni emrat dhe adresat e shkruesve të këtij trakti që të dimë se si mund të përballemi në gjyq personalisht për shpifjet tuaja? A mund të kemi një debat mediatik me këta ekspert akademik apo mos jeni mujahedinët që Mariam Rajavi strehon në bazën terroriste të Manzës dhe shkruani me pseudonime? E dyta, ju shkruani në kushtet ku regjimi i Velaxhat e Faki, sundimi absolut i klerikëve, po përballet me kriza të thella të brendshme dhe të jashtme, me kërcënimin e kryengritjes popullore, zgjerimin e pakënaqësisë publike dhe izolimin ndërkombëtar të shkaktuar nga nxitja e luftrave, ekspozimi i terrorizmit dhe shtypja, ai ka shumë fishuar përpjekjet e tij për të shkatruar alternativën demokratike. Regjimi e di shumë mirë se rreziku kryesor për mbijetesën e tij është rezistenca e organizuar e popullit iranian, e përfaqësuar nga Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit, NCRI dhe mujahedinët PMOI, MEK, simboli të cilëve është kampi Ashraf 3 në Shqipëri. Për këtë arsye, Ministria e Inteligjencës së regjimit, MOIS, dhe forcat terroriste Quds e IRGC-s kanë intensifikuar një fushat masive demonizimi, spionazhi dhe lufte psikologjike kundër rezistencës. Një nga mjetet e këtij projekti është përdorimi i agentëve të mbuluar si Olsi Yazegji, një agent i njohur shqiptaro-kanadez i Ministrisë së Inteligjencës, i cili vepron si ekspert kundër mujahedinëve në Shqipëri. Me fjalë të tjera, ai është bërë zëdhënës i MOIS-it famkeq të regjimit iranian kundër mujahedinëve të popullit. Përgjigjja ime është: fushata e demonizimit të mujahedinëve iranian nis nga gabimet që ju bëni. Ju nuk dini të silleni si njerëz, ju mbani pengje në kampin tuaj, ju i trushpëlani njerëzit dhe i bëni kamikaz kundër Iranit. Ju keni bërë krime në Iran, Irak dhe vende të ndryshme të botës. Ju rrini qytetar kanadez në Shqipëri. Ju mbani peng në kampin tuaj fëmijën e 2 qytetarëve kanadez, Somaxhe Mohamedin dhe rahët këtë familje kur ata erdhën që të takonin vajzën e tyre. Ju jeni një kult terrorist. E treta, ju shkruani trajnimi drejt për drejt në Qum, Iran, bazuar në dokumentet e publikuara. Olsi Yazegji është trajnuar në vitin 2011 në Universitetin Al Mustafa në Qum, Iran, një qendër që konsiderohet si një nga institucionet kryesore për eksportimin e fundamentalizmit dhe terrorizmit, si dhe për trajnimin e forcave të lidhura me regjimin jashtë vendit. Vetë ai e ka përmendur planin e tij në Qum në blogun e tij personal. Për shkak të aktiviteteve të saj terroriste dhe fundamentaliste, kjo qendër është sanksionuar nga SBA dhe Kanadaja. Përgjigjja ime është: po, un kam shkuar në Iran në vitin 2011, kam studiuar mbi shiizmin, pasi vetë jam sunit, në Universitetin Al Mustafa në Qum, ku kanë studiuar me qindra shqiptar, por studimi mbi fen islame nuk e bën një person terrorist. Pse SBA-t sanksionojnë dhe bombardojnë vendet e botës muslimane, kjo nuk ndalon dikë që të mësojmë mbi një botë që nuk e njeh. E katërta, ju shkruani: udhëtimi organizuar në Iran, prania në Isfahan. Një raport nga faqja e internetit Iran Probe tregon se Olsi Yazegji së bashku me Gjergj Thanasin u dërguan në Iran nga Ministria e Inteligjencës dhe morën pjesë në udhëtime të organizuara sigurie. Përgjigjja ime është kjo: po, unë, Gjergj Thanasi dhe disa dhjetra gazetarë shqiptar kemi shkuar në Isfahan në vitin 2011, kemi qenë të ftuar nga një shoqat gazetarësh, ashtu sikur Iranin e kanë vizituar me qindra personalitete shqiptare. Vizitat gazetareske në Iran nuk i bëjnë shqiptarët agent. Shikuesit e portalit Pamfleti mund të shohin filmime nga vizita jonë në Isfahan me Gjergj Thanasin dhe të gjykojnë vetë nëse jemi agent apo gazetar. Vizita ime është këtu, tek ky link. Iranin e kanë vizituar gazetarë që nga Artan Hoxha e deri tek Blendi Fevziu. Kjo nuk e bën gazetarin krim dhe terrorizëm. E pesta, ju thoni, në të njëjtin raport shkruhet Olsi Yazegji në Isfahan në një udhëtim të organizuar nga MOIS në Iran. Këto udhëtime ishin pjesë e projektit për rekrutimin, trajnimin dhe organizimin e forcave jo iraniane kundër rezistencës iraniane. Përgjigjja ime është: ne gazetarët shqiptar që vizituam Iranin nuk u rekrutuam dhe as trajnuam për të marrë me terroristë dhe debila sikur ju të kampit të Manzës. Vizita jon kishte për qëllim njohjen me Iranin dhe kulturën e tij. Ka me qindra gazetar, publicist, politikan shqiptar që kanë vizituar Iranin. Kjo nuk i bën vizitorët agent kundër
plotësisë mujahedine. Shkrimet tuaja që aludojnë që Irani do merret me terrorist pleq, sikur ju me gazetar dhe akademik, sigur ne, tregon mendjen tuaj të sëmur. E gjashta, ju thoni, një nga hallkat më të rëndësishme të lidhjes Olsi Yazexhi me aparatin e sigurisë së regjimit është prania e tij në takimet e ashtu quajtura Horizonti i Ri. Horizonti i Ri nuk është një konferencë kulturore, por një mbulim i njohur i forcës terroriste Quds të IRGC-s për rekrutimin e spionëve të huaj, krimin e rrjeteve të inteligjencës dhe drejtimin e operacioneve psikologjike kundër kundërshtarëve të regjimit. Departamenti i Thesarit i SBA-s e ka sankcionuar këtë organizatë për shkak të bashkëpunimit të saj të drejt me forcën Quds. Në raportin e Iran Probe thuhet agjencia e lajmeve Fars e lidhur me IRGC-n ka publikuar imazhe të pranisë së Olsi Yazexhi në konferencën Horizonti i Ri. Kjo tregon se ai ka qenë pjesë e rrjetit operacional të lidhur me IRGC-n. Përgjigja: prezenca e Olsit në këtë konferencë për Palestinën, ku morën pjesë dhjetra analistë, gazetarë dhe politikan amerikan, britanik, italian dhe nga vende të ndryshme të Evropës, nuk përbën krim. Pjesëmarrja në konferenca shkencore për Palestinën dhe botën e Islamit në fushën e akademisë njihet si shkencë. Nëse kjo do ishte një konferencë për rekrutim terroristësh, autoritetet amerikane duhet kishin burgosur shtetasit amerikan që kanë marrë pjesë në këtë dhe konferenca të tjera për Palestinën, ndërsa ju, mujahedinët iranian, sikur tregon agenti i CIA-s John Kiriakou, jeni agent të Izraelit dhe vrasës. Kjo nuk do të thotë që gjithë njerëzimi është vrasës dhe agent sikur ju. Këtu keni deklaratën e agentit të CIA-s për ju. E shtata, ju shkruani: dëshmia e drejtë e Hadi Sani Khanit. Dokumenti më i rëndësishëm rreth rolit të Olsi Yazexhi janë zbulimet e drejtë të Hadi Sani Khanit, një individ i cili ishte pjesë e rrjetit të mercenarëve të ambasadës së regjimit të Ministrisë së Inteligjencës në Shqipëri për më shumë se 4 vjet dhe më pas u shkëput prej tij. Zbulimi i drejtë i rolit të Olsi Yazexhi. Hadi Sani Khan në letrën e tij zyrtare drejtuar sekretarit të përgjithshëm të OKB rreth Olsi Yazexhi shkruan: një nga këta mercenarë ishte Olsi Yazexhi. Ai ka studiuar për komunikim masiv në Kuala Lumpur dhe nën maskën e një gazetari dhe kolumnisti ka punuar për regjimin iranian për një kohë të gjatë. Ai vazhdon: kur unë isha kreu i rrjetit të mercenarëve, Yazexhi kishte kontaktin më të madh me mua. Ai shkruan: Hasan Heirani më tha në një bisedë private se Gjergji Thanasi dhe Olsi Yazexhi marrin më shumë se 1000 euro çdo muaj nga regjimi dhe shumë herë unë vetë i kam futur këto para në një zarf dhe ua kam dorëzuar atyre në shtëpinë e tyre. Hasan Heirani ishte kreu i rrjetit të mercenarëve të inteligjencës së regjimit iranian në Shqipëri, i cili punonte shumë ngushtë me Olsi Yazexhi. Ai u dëbua nga Shqipëria si një element i padëshirueshëm. Kjo dëshmi e nxjerr çështje nga niveli i parafrimit politik dhe ngre atë në nivelin e bashkëpunimit të drejtë financiar me Ministrinë e Inteligjencës, Kafeneja Frank, dhoma e operacioneve. Përgjigjja ime është kjo: unë dhe Gjergji Thanasi e kemi njohur Hadi Sani Khanin. Ka qenë një nga dezertorët e kampit tuaj xhihadist që u arratis për të shpëtuar nga torturat tuaja. Më pas Hadi u sëmur rënd nga përdorimi i drograve të rënda. Duke qenë i varur nga përdorimi i kokainës, ju e kompromentuat Hadi Sani Khanin, e trafikuat në Francë dhe në shkëmbim të trafikimit dhe dhënies së drogës falas, pasi ai nuk kishte para të blente më kokain, i kërkuat që të shkruante një letër sikur Olsi Yazexhiu dhe Gjergji Thanasi paguhen nga Irani me 1000 euro në muaj për sulmuar Mekun. Olsi Yazexhiu dhe Gjergji Thanasi e kanë sfiduar armatën mujahedine të Manzës që në vitin 2021 që të prodhojnë qoftë edhe një dokument të vetëm që të vërtetoj shpifjen tuaj, por ju keni dështuar që të provoni shpifjen tuaj. Hadi Sani Khani, Rahmani Mohammadi dhe disa dhjetra ish mujahedin kanë dalë publikisht në media dhe kanë dëshmuar mbi krimet, terrorizmin dhe trushpërlarjen që ju i bëni iranianëve që mbani peng në kampin tuaj. Ju vazhdoni që të gënjeni kundër 2 gazetarëve shqiptar të cilët nuk i kërcënoni dot, sikur bët me gazetarët e Channel 4 britanik të cilët i rrahët në 2018. Ju keni kërcënuar dhe heshtur gazetarët e Top Channel, Klan e të tjerë. Disa prej tyre dhe i hoqet nga puna dhe disa media i blet me para. Ju keni kërcënuar pronarët e mediave që nga TV Shiaku, Ora TV e të tjerë, ndërsa keni blerë dhe rekrutuar si agent disa dhjetra gazetarë që punojnë për ju. Përgjigjja e Olsit dhe Gjergji Thanasit për përrallat tuaja me Hadi Sani Khanin është këtu. Olsi Yazexhiu dhe Gjergji Thanasi ju kanë sfiduar ju, komandant Bezat Safarin, Mariam Rajavin, Mehdi Abri Shamshin dhe të gjithë komandën terroriste mujahedine që të përballeni me Olsin dhe Thanasin në media apo në gjyqe, por ju nuk guxoni dhe shkruani trakte anonime. E teta, ju keni shkruar ripublikimi i mesazheve të forcës Quds. Llogaria kibernetike e lidhur me forcën Quds me emrin Alireza Niknam ka publikuar vazhdimisht kërcënime dhe informacione të rreme kundër Ashraf 3. Në raportin e Iran Probe thuhet Olsi Yazexhi dhe Gjergji Thanasi ripublikonin menjëherë të njëjtat mesazhe nga llogaria e forcës Quds. Kjo tregon ekzistencën e një komande të përbashkët dhe drejtimin e drejtë nga Ministria e Inteligjencës dhe Forca Quds. Përgjigje: gazetari Alireza Niknam është gazetari iranian, sikur ai në Iran ka me mira gazetarë që jetojnë aktivitetin terrorist dhe kriminal të organizatës mujahedine. Alireza dhe mira gazetarë që merren me mujahedinët nuk janë punëtor të forcave Quds dhe Ministrisë së Inteligjencës. Unë e kuptoj që ju mujahedinët që keni vrarë mbi 17.000 iranian jetoni me frikë dhe paranojë për krimet që keni bërë, por në një botë të lirë dhe demokratike, liria e shtypit dhe e mendimit është e garantuar me ligj. Bota nuk është sikur në
kampin tuaj, ushtarët tuaj trushpëlahen, torturohen e madje edhe vriten. Ju nuk I vritni dot gazetarët sikur bët në vitin 2020, kur donit që të vrisnit kritikun tuaj e San Bidin, pasi e torturuat në mënyrë ilegale me zarin tuaj Sander Leshajn në burgun e Karrecit për 2 vjet. Konferencë shtypi mbi bashkëpunimin e Ministrisë së Brendshme me mujahedinët e Mariam Rajavit. E nënta, ju thoni, përfundim, kur një individ është trajnuar në Kum, Iran, është dërguar në Iran nga Ministria e Inteligjencës, merr pjesë në takimet e Horizontit të ri të lidhura me forcën Quds, merr para mujore nga regjimi, lidh gazetarët e huaj me rrjetin e Ministrisë së Inteligjencës, luan një rol aktiv në projektin e presionit kundër Ashraf 3 dhe për vite me radhë përsërit të njëjtat linja propagandistike të Ministrisë së Inteligjencës, ai nuk mund të konsiderohet më thjesht një analist I pavarur. Përgjigjja ime është, një individ sikur unë që ka studiuar Iranin dhe ka qenë në Kum, që ka vizituar Iranin me ekipe gazetarësh, që ka marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare për Palestinën, që nuk merr pagesë nga Irani, ambasada iraniane apo viktima Hadi Esani Khani që ju e detyruat me dhunë që të shkruaj letër kundër nesh, ndoshta e keni vrarë, nuk është agent I Ministrisë së Inteligjencës së Iranit apo I forcave Quds. Në demokraci këta persona njihen si analist, studiues dhe gazetar. Një studiues kur analizon një fenomen, I studion të gjitha palët. Në demokraci dhe në shoqëri të lira dhe demokratike, gazetarët dhe analistët nuk kanë frikë nga e vërteta dhe nuk intimidohen nga kërcënimet dhe traktet e shpifjet sikur ato që shkruani ju. Irani nuk I ka frikë mujahedinët e Manzës, se po t'i kishte frikë, ndoshta do kishte goditur me raketa dhe dron, por Irani, shoqëria iraniane, bota e qytetëruar, agjentët e CIA-s, analistët botror, të gjithë e dinë që ju mujahedinët që qëndroni në Manz, jeni terrorist, jeni vrasës dhe agent të Izraelit. Edhe vetë presidenti Trump nuk u do dhe komandantja juaj Mariam Rajavi e ka të ndaluar hyrjen në SBA. Olsi Azegjiu dhe Gjergji Thanasi ju lusin ju mujahedinët që nga viti 2018 që të dilni në një debat publik me Olsin dhe Thanasin dhe tregoni aktivitetet kriminale që ju bëni në Shqipëri. Në vitin 2022, Olsi dhe Thanasi alarmuan autoritetet shqiptare për aktivitetin tuaj terrorist në Shqipëri dhe në vitin 2023, autoritetet shqiptare sulmuan kampin tuaj, ju bastisën kompjuterat dhe serverat që ju përdornit për aktivitet terrorist kriminal për hir të Izraelit kundër Iranit. Kryeministri Edi Rama dhe qeveria shqiptare ka theksuar në shumë raste që ju në Shqipëri jeni për qëllime humanitare dhe jo për ta përdorur Shqipërinë për luftë kundër Iranit. Ju duhet që t'i përmbaheni marrëveshjes me Shqipërinë dhe të mos kryeni aktivitet terrorist, spionazhi, rekrutues nga territori shqiptar. Ju urreni nga populli iranian, nga opozita pahlaviste dhe nga e gjithë bota e civilizuar. Ju duhet ndaloheni së rekrutuari gazetarë dhe spion të antiterrorit në Shqipëri kundër gazetarëve dhe publicistëve. Në Shqipëri ju duhet të luani me rregullat e demokracisë. Në Shqipëri ju keni ardhur për të vdekur në paqe dhe jo për të bërë luftë kundër atëut tuaj për Izraelin. Ju nuk jeni në Shqipëri për luftë as me shqiptarët dhe as me Iranin. Olsi dhe Gjergji Thanasi ju sfidojnë përsëri për një debat publik për aktivitetin tuaj rekrutues, terrorist dhe dezinformues në Shqipëri. Komandanti juaj Bezat Safari është akoma në gjyq me gazetarin Gjergji Thanasi për shpifjet e tij. A ka guxim komandantja juaj Mariam Rajavi që të dalë në një debat publik me Olsi Azegjiun dhe Gjergji Thanasin? Daloni sulmet me trakte anonime dhe dilni në median për një debat publik. Nëse me të vërtet gënjejmë dhe ju jeni të pavajshëm. Olsi Azegji.